Yasir Hasani e ka nisur vitin 2026 në mënyrën më të mirë të mundshme, teksa gjeti rrugën e rrjetës me fanellën e Esteghlal në triumfin 1-2 që skuadra e tij arriti ndaj kryesuesve të Sephan. Futbollisti i kombëtarës shqiptare zhbllokoi sfidën në minutën e 10 ku me një ekzekutim perfekt nga pika e bardhë e penalltistë kaloi në avantazh të tij. Vendasit vendosën mbaraspeshjen e përkohshme në minutën e 14 pas autogolit të Ashurmatov, teksa për golin që i dhuroi 3 pikët e Esteghlalit mendoi Golizade në minutën e 93. Fal këtij triumfi, skuadra e Hasanit ngushtoi diferencën në 5 pikë nga kryesuesit e Sephan. Për futbollistin shqiptar, ky ishte goli 17 javë, teksa renditet në vendin e dytë në listën e gola shënuesve.